S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirë se keni ardhur te festimi i ICF-s, është shumë qef që mlidhemi bashkë. Është shumë gëzim që mlidhemi bashkë. Faleminderit grupi i adhurimit që na kujton mirësinë e Perëndisë. Edhe uroj shumë që do marrësh një fjalë inkurajimi për ty që je për herë të parë. Duam që të ndjesh shumë e mirëpritur, edhe sepse shpesh shumicën e gjërave i bëjmë duket menduar ty. Do të përshëndes ato që janë online, i pash 4 veta që i njeh, e sigurt që ka më shumë, kështu që do na shkruash nga po na ndjek. Ça ishte një gjë, lajmërimi i burrave do të ndaloj. Ne burrat po mblidhen çdo muaj, një herë në muaj te ndërtesat e zyrat, edhe herën e katërt shkojnë diku, që kjo është e dyta, edhe një në prill, në maj, pastaj të bëjmë një gjë. Aleksi dhe Marko e dinë se ça do bëjmë, kështu që ju presim burrat çuna këtë të martë të ICF-ja. Po fillojmë një seri të re. Në njëri bëllot po shqyqyrë, më në fund se keni pas Amerikan më këtë vit. A keni pas Amerikan mjaftueshëm, shumë vizitor mjaftueshëm, apo doni prapë? Të fakt, s'kemi më për këtë vit. Kemi dhe në maj Gjojnë, po Gjoj është Joni. Përveç atit, gjithë këtë pjesa tjetër do kemi, ose do jemë unë, ose do jenë të tjerë nga kisha që të ndajnë. Seria e re dua të jap një sfidë të re. Kush është gati për këtë sfidën e re në këtë seri të re? Ne si ICF kur mlidhemi të dielave, jemi si gati 100 personave që mlidhemi çdo të diel, po sikur ëndra jon bën vaki dhe zdalin, si është ajo? Po sikur për 10 javë nga tani deri në fund të majit, për 10 javë të shikojmë 100 persona të ri që vinë, 100 persona plus që i shtohen këtij grupi. Po sikur. Po sikur motoja është e tillë. Po sikur çdo javë, çdo antar fton një. Pse është me kaq rëndësi kjo? Sepse e vërteta është që dua që këto në një farë forme, kjo seri do t'i vlej, si thuhet tek 1 Pjetri 3:15. Kush e marrin përmend 1 Pjetri 3:15, pjesa e 2 e vargut, thot kështu: E dashur ICF, këtë e shtova unë, nuk është e shkrimi, jini gjithnjë gati për t'ju përgjigjur në mbrojtjen tuaj, kujdo që ju kërkon shpjegime për çfarë? Për shpresën që është në ju, por me butësi dhe me drejtje. Kështu që ky do jetë qëllimi i gjithë serisë, i gjithë kësaj serie me 4 pjesë, është që si të përgatitemi për të dhënë shpjegime të tjerëve për shpresën që është në ne. Kështu që nga ana ime, unë do mundohem të jap maksimumin tim, duke dhënë hapa praktik, duke dhënë mjete të thjeshta, edhe si të ndajmë lajmin e mirë edhe të fitojmë një më shumë si Krishti. Ja ta fillojmë me një pyetje të tillë. Me këtë me 99. Nëse do kështë marrë në provim 99 pikë nga 100, ke për vetëm një gabim vogël. Dhe profesori thot, ose mbaj notën që ke, ose mund ta rijapish provimin për ta bërë 100. Qa do zgjidhje? Por po ta japish përsëri edhe mund mos marrësh 99, mund marrësh edhe më poshtë. Qa do zgjidhje? Do pranoje 99%, apo do kërkoje ta riboje edhe herë? Studentët, kush do ishte i kënaqur me 99 pikë nga 100? Kush, tash jam kurioz, kush do rrezikonte edhe ta rijepte edhe provimin vetëm që ta merrte 100%? 1, 2, 3, paska trima, paska. Shumica do të marrin 99-ën, edhe prindit do ishin të gëzuar, ta merr vesh që çurim ka marrë 99, bravo të keqën baba. Mos e jep provimin fare, mbaj 99-ën. Për ato që janë punë, kthehemi te 99-a. Shefi tha që do të arris rrogën. Por në fund tha që shiko, nuk arris dot 100%, por 99% të asaj që të thash do të arris. Tani, a do kërkoj edhe një takim të dytë, ta insistoj edhe ata 1%, apo nga ajo që të premtua 99% është shumë mirë.
Kështu që ngre dorë nëse nga ajo që të premtua, të dha 99% edhe je shumë i kënaqur. Dorën e dyta është kush do kërkot edhe i takim tjetër? 1%, ta ngrej atë 1%. Ja, 2, 3, 4, 5. Jo keq, shumica do ishin të kënaqur me pjesën e parë. Kjo është skenari i tretë që i frikshëm. Me foton adoleshentëve. Adoleshentë nga qenë këtu të... Ku e në qenë adoleshentë? Të Latitud. Imagjino, ky grupi, janë 100 fëmijë. Janë 100 fëmijë, edhe Andi me drejtuesët kanë shku, kanë bërë një super ekskursion, por kur janë kthy, mungon njëri. Edhe Andi thotë kështu, shiko, kemi kalu shumë bukur, jemi kënaq shumë mirë, çdo gjë shkoi shumë mirë. Vetëm një kemi humbur. A do ishte lajmi mirë apo lajmi keq? Ishte shumë lajmi keq. Ishte shumë lajmi keq. Në këtë rast, 99, në rastet e tjera, ishte mirë apo shumë mirë. Në këtë rast është misibet. Është edhe mbretërinë e Perëndisë, edhe për Krishtin, ka shumë rëndësi nëse mungon një. Nëse mungon një person. Ja ta shohim se si e përshkruan Jezusi këtë te Luka 15 e të gërmojmë një çik aty. Sa shumë rëndësi ka vlera e një personi. Te Luka kapitulli 15 vargjet 1 dhe 2 fillon kështu historia për ta ilustruar këtë gjë. Jezusi tregon këtë shëmbulltyr. Edhe hyrja është pastaj të gjitha kamlesit mëkatarët i afroheshin për ta dëgjuar. Dhe farisejt dhe skribët murmuristin duke thënë, ky pranon mëkatarët dhe ha bashkë me ta. Shumë vinin të dëgjonin te Jezusi, profetarët asaj kohe nuk është që e kishin qef Jezusin. Madje pjesa e shkrimit thotë murmuristin, flisin mrapa shpine për të. Pra kemi këto dy grupet e njerëzve. Grupi i parë ta kamlesë mëkatarët ngordhnin për të shku edhe për të dëgju, edhe për të kalu kohë me Jezusin dhe konsideroheshin si klasa e ulët, e pavlerësuar. Nga ana tjetër kemi farisejt dhe skribët njiheshin si elita ose ekspertët e shkrimit, edhe e një grup shumë i respektuar nga shoqëria, por kur ato pan sjelljen e Jezusit u shokuan dhe thanë, si ka mundësi që ky që do të rrinte me ne, ky që do të vinte të rrinte me ne, por shkon edhe po rri me ata, madje edhe ha me këta. Edhe ishte gjë e madhe që hante me ata, sepse është pjesë e kulturës tonë mezetare, edhe ne kemi, shiko, ti ha me kë. Ha me dikaj që e do shumë, që e vlerëson, e respekton, e çmon, ke interes për atë person, pra ne ha buk me te. Ja ndryshimi. Farisejt mendonin, nëse më ndihmo me slajdin, mendonin që Jezusi është në anën e tyre, ai po ja provon ato. Është dakord me sjelljen e tyre dhe mendon që s'ka gjë. Kurse Jezusi vet i pa çfarë, si njerëz që vlejnë. Jezusi nuk i ndan njerëzit në përkutia. Farisejt i kishin klasa shoqërore dhe grupe të ndara, ky me këtë, ky me atë, ky me atë, për Krishtin jo. Edhe Luka 15 tregon se si Perëndia shkon pas të humburit. Edhe Jezusi e ilustroi me një shëmbulltyr se ç'a ndodh kur humb një dele, humb një monedhë, humb një bir. E thelbi teologjik i këtij kapitulli disi është i tillë. Farisejt mendonin Perëndia është larg mëkatarëve. Perëndia është me ne edhe është larg atyre. Jezusi zbulon nga kjo shëmbulltyr, jo. Perëndia po e kërkon mëkatarin. Është duke kërkuar atë. Edhe Jezusi jep një pamje të re të karakterit Perëndisë. Por jo të gjithë e kapën. Ca e kapën, ca nuk e kapën. Ja si vazhdon, vargu 3. Atëherë ajo tha atyre, këtë shëmbulltyr. Edhe pse është numër 1 aty, pavarësisht ai tha 3 shëmbulltyra, por kishin të njëjtin kuptim, prandaj shihet si një. Vargu 4 ai fillon me delen e humbur. Sigur që të 4 shëmbulltyrat ke gjyja 100 herë, por le të shohim me sy të freskët se kur po i lexojmë për herë të parë. Edhe vargu 4 thotë kështu. Jezusi e nisi, cili prej jush që ka 100 dele, edhe një prej tyre t'i humbas, nuk i lejë të 99 atje në shkretir dhe shkon pas asaj që humbi, derisa ai ta gjej. Edhe Jezusi po e lidhte me diçka që aty nuk ndodh.
u këshendot gjithmonë. Është po ke jetuar në fshat, po ke patur bagti, her pas here humbet njëra. Her pas here humbet jo një herë, por shumë herë. Dhe ai po thot, po të kishe ti 100 delet e tuja, e të kishe humb një nga ato delet e tuja, çfarë do bëje? Ata e dinin. Jezusi po bënte lidhje në diçka e reale. Do shkonin, ta kërkonin. Nuk do shkonin në shtëpi dhe thonë, hajde s'ka gjë se 99 i kam, një punë e madhe. Nuk e bënin këtë gjë, shkonin edhe e kërkonin. Edhe manen ku isha në fshat, jo vetëm delja, kur isha në Ebari, mua më humte lopa, edhe i lop kisha. Një lop kisha dhe më humte. Se të rrinë duke lozë me njëri tjetër, hutoheshim duke lozë, kur vinte darka dhe shku me gjetë lopën, si ishte ma aty ku e këshelon. Edhe, qa bonim, gjithë në andu kërku lopën, në humte lopa, në delja, në gomari, në fillon të prapë, lopa prapë, edhe gjithë kohën humte një nga kafshët, edhe qa bonim, dilnim i kërkonim. Natën. Edhe bariu që po flet Jezusi i le të 99 i venos ati në varth, ati të sigurta, dhe shkon e kërkon atë të humbërën derisa ta gjejë dhe ta kthej në shtëpi. Edhe ai po mundohet të shpjegojë dhe t'jap, kjo është zemra e Perëndis për njerëzit. Bariu nuk rri dhe shpreson, hase s'ka gjë, do vi në shtëpi. E mame në rrugën që qova lart, do kthehet ose rrugës poshtë. Nuk është kështu. Bariu e kërkon, është aktiv, shkon, e kërkon, e njëjta gjë, edhe Perëndia nuk rri dhe pret. Pas e njeriu do i thirrë ermendjes, edhe do vi. Jo, është duke kërkuar të humburin. Ja si vazhdon, vargu 5 dhe 6, po te Luka 15. Dhe kur e gjen, e merr mbi supe gjithë gëzim, dhe kur arrin në shtëpi, i thret miqt dhe fëmijët dhe u thot, kësoni bashkë me mua, sepse gjeta delen time që më kishte humbur. Një gjë që është e veçantë ose të paktën më të rroqë vëmendjen është që nuk e dënoi delen. As nuk e mallkoi, por gëzohet dhe merr në krah. Nuk i ndrua ngurtështi, apo e sha, apo e mallkon, apo çfarë do lloj, jo e merr, edhe gëzohet që e gjeti, e merr në krah. Edhe ne, shiko, kjo është simbolike çfarë? Edhe ne nuk e shpëtojmë dot veten. Është varet totalisht nga Krishti. Edhe ai vjen edhe na afrohet neve. Bariu e merr në krah. Nuk e vet delen përpara që hec aty, po jo e merr me gjithë kujdes edhe e merr në krah. Edhe fakti që e merr në krah tregon çfarë? Nuk varet nga ne. Kuptimi është totalisht për hirit Perëndis. Nuk është mundi i deles. Është mundi i bariut edhe sakrifica e bariut që është shpëtimi është çfarë? Është hiri i Perëndis. Ai na gjen, ai na shpëton, ai na sjell shtëpi. Edhe bariu ç'a bën? Fton gjithë komshit, gjithë fisin, edhe bën këtë festën me miqtë e tij dhe shumë i gëzuar, vargu 7 thotë kështu. Dhe unë po ju them, Jezusi thotë, dhe unë po ju them, se po kështu në qiell do të ketë shumë gëzim. Për sa? Qoftë edhe për një mëkatar të vetëm që pendohet, sesa për 99 të tjerat që nuk ka nevojë të pendohen. Edhe ky është thelbi i pjesës parë të shëmbulltyrës. Jezusi për të pendurit e kishte fjalën për takamblesit edhe mëkatarët. Kurse ato që ishin sikur s'ka nevojë të pendohen, në këtë rast janë farisejt edhe skribët. Ja si do e përmbledhja pjesën e parë të mesazhit. Nëse Perëndia kujdeset për një person të humbur, këtë do të bëj dhe unë. Nëse Perëndia kujdeset për një, këtë le të bëjmë dhe ne. Sigurisht që është dëshira e Perëndisë është që gjithë Tirana ta njohë Krishtin, gjithë Shqipëria ta njohë Krishtin, gjithë Shqiptaria ta njohë Krishtin. Por për ne personalisht është le të mendojmë për një person që është aty në botën tonë. Kështu që kur hyre, këtherë keni marrë shumë gjëra, 2 kartona, një stërlap, si top ping-pongu, le të shohim 2 kartonat parë. Kur hyre more këto 2 kartonat, edhe shiko, dua të nxis të shkruash një emër, mos e shkruaj direkt, mendoja një herë. Dua të shkruaj të njëjtin emër të njëri karton, të njëjtin emër
edhe te kartoni tjetër, sepse, shiko, para se ta shkruash, dua të mendosh për këtë personin. Edhe kësaj pyetjes edhe do t'i kthehemi shumë shpesh. Kush është afër teje, por është larg Perëndis? Kush është afër teje, shumë afër teje, por është larg Perëndis? Kush është ai? Kush është ajo? Cilin e ke afër, cilin e do shumë, cilin e çmon shumë? Edhe është, por ai është larg Perëndis. Shkruaj të njëjtin emër në të dyja kartonat. Të njëjtin emër. Për ta shkruaj unë, se po ju them juve, po unë. Ta shkruaj unë emrin e personit tim. E shkrova. Kush është ai person? Nëse akoma nuk e ken mend, s'ka gjë, do të nxis çik më vonë, mund të jetë dikush i familjes, mund të jetë dikush i afërm, mund të jetë dikush e ke koleg, e ke shok, e ke shoqe, është dikë që shef për ditë, është dikush që është shumë afër teje, por është larg Perëndis. Hajde vazhdojmë te shëmbulltyra jon. Pjesën e dytë të shëmbulltyrës, se janë 3 shëmbulltyra brenda njërës, edhe pjesa e dytë është tek vargu 8. Jezusi tha: ose cila grua që ka 10 drami dhe humbet një nga ato, edhe nuk ndes llampën, e nuk fshin shtëpinë, e nuk kërkon me kujdes derisa ai ta gjej. Në këtë kohë 1 drami ishte barës me paga 1 ditë e punë. Edhe është, shiko, për të kishte vlerë monetare, po ishte dhe mundi i saj, nuk është që ka humbë thjesht lekët, ka humbë dhe mundi i gjithë ditës, dhe ajo do jap maksimumin që ta gjej. Shiko, delja humbër ishte 1 në 100, 1%. Gruaja ka humbur 1 në 10, i bie 10%. Edhe Jezusi po e zmadhon humbjen, sepse do të theksoj diçka fort. Në këtë kohë, shtëpit kishin dritare të vogla dhe pak dritë hynte, prandaj thot aty që e ndezi atë llampën, edhe e fshin shtëpinë cep me cep, kërkon qoshe me qoshe, edhe ana praktike e kësaj do ishte për ne. Shiko, kur njerëzit janë në errësirë, nuk e gjejnë dot rrugën për shtëpi. Duhet dritë, duhet ajo llampa për ta gjetë rrugën. Edhe në rastin ton, Jezusi tha, unë jam drita e botës, që ndryshon rrugën për një person. Dhe tani, ai që zgjedh Krishtin, Krishti e venos dritën brenda ati. Siç thot shkrimi, ne, ti e drita e botës. Edhe ne ndriçojmë që dikush ta njohë rrugën edhe ta gjej Krishtin. Ajo gruaja pastroi gjithë shtëpinë. Edhe gjithë shtëpinë çfarë thot? Është lodhje, është mund. Nuk ishte gjë e vogël, ka lëviz gjërat, kanë kryer gjithë ato gjëra në këtë kohë. Dyshemeja gjasa ka qenë prej balte ose prej argjile, e that, edhe kur e fshije ngrinte pluhur dhe mund i madh plasaritje, ka gjasa që në ato plasaritje mund të ketë ra monedha, edhe ka ngec aty shumë mundim për të. Por ajo është gati të lodhet, edhe të mundohet. Edhe bëri, pastaj kur e gjeti, bëri të njëjtin gjë si Bariu, së pari, kërkoi derisa e gjeti. Kur e gjeti, festoi gjithashtu, të njëjtën gjë bën Perëndia me ne, edhe me të kërkon derisa ai ta gjej. Edhe një gjë e veçantë për monedhën, në rast se delja mund të lëviz një çik, monedha nuk mund lëviz fare. Aty ku ka ra, aty rri. Nuk ka as këmbë, nuk ka as gojë, që të bëj be, apo jam këtu, apo çato lloj tingulli, gjetja e saj varet totalisht nga personi që po e kërkon. Nëse e kërkon, ka për ta gjithë, se kërkon, aty do jetë gjithkohon, që bie, ky është hiri i Perëndis. Shpesh, ne nuk e gjejmë vetë rrugën për tek Perëndia. Është hiri i tij që na gjen, edhe që na afron te vetja e vet. Vargu 9. Edhe ajo kur e gjen, fton tokë shoqet, fëmijët, duke thënë, gëzoni bashkë me mua, sepse e gjeta dramin, kisha punu gjithë ditën dhe më humbi, por tash e gjeta. E gjeta, të njëjtën gjë si Bariut, gëzohet, fton të tjerët. Vargu 10. Jezusi e mbyll kështu.
por kështu po ju them, do të jetë gëzim mes engjëve të Perëndis për vetëm një mëkatar të vetëm që pendohet. E di se ta përmbledh deri në këtë pikë, shëmbulltyra e deles është dashuria e Perëndis. Nëse një çik më poshtë, shëmbulltyra e deles çfarë reflekton? Dashurinë e Perëndis për të humburin. Kurse shëmbulltyra e monedhës është dashuria e Perëndis për të pashpresin. Pra që s'ka shpresë edhe ka ngec, sepse monedha nuk mund bëj asgjë nga vetja për të gjetur. Edhe fakti që Jezusi ka përdor këtu një grua për model, ka gjasa do e ketë heq trurin fariseve. Sepse Jezusi po thotë, zemra e kësaj gruaje ngjan me zemrën e Perëndis. Edhe kjo ka qenë shumë sfiduese për fetarinë e fariseve, sepse thash ato kishin kutia për çdo grup mosh, edhe gratë dhe fëmijët futeshin në një kuti që ishin të nënvlerësuar. Edhe Krishti përdori këtë gruan për model për të treguar ngjan me zemrën e Perëndis. Shiko, njerëzit e humbur, një përmbledhje të vogël, nuk e gjejnë rrugën vet. Ato gjendën kur, nëse dikush nuk ndalon së kërkuari. Ajo ndezi lampën, pastroi shtëpinë, kërkoi derisa e gjeti. Kështu që cila ishte pyetja jonë që e përsërisim më pas here? Nëse ti nuk e di çfarë emri të vendosesh te kartoni, pyet e veten, kush është afër teje, por është larg Perëndis? Kush është afër meje, por është larg Perëndis? Pikën e dytë do e përmbledhja kështu, nëse Perëndia kërkon vazhdimisht të humbrin atë njërin, atë njëshin, kështu do të bëjë edhe unë. Edhe e di, së pari shkruajtëm emrin e personit të ky kartoni, së dyti do të nxisja lutur çdo ditë për atë personin që shkrove këtu, sepse është personi afër për ty. Lutem, Zot, hapja zemrën këtij. Zot, më krijo mundësi të flas me të. Edhe është, atë shkojmë te pjesa e fundit e historisë, por do e kalojmë çik më shpejt sepse e pam para pak javësh me më shumë detaje, është djali i humbur, por ta shohim çik ndryshe, por gjithsesi vargu 11, Jezusi tha akoma, një njeri kishte 2 bij. Edhe kjo historia ka 2 bij, por të dy kanë humbur në fakt. Edhe i vogli humb sepse rebelon, i dyti humb sepse bëhet shumë fetar. Të dy janë të humbur. Dhe mbyllet i vogli që rebeloi u kthye dhe u pendua, edhe por nuk kuptohet a u pendu ky i madhi apo jo. Ngel si pezull. Ndoshta Jezusi, nëse i pari simbolizon tagamleset dhe mëkatarët, i dyti simbolizon farisejt dhe skribët. Jezusi e la mbyllen i ju, vendosen i ju se çfarë do të bëj ky i madhi, sepse ai përfaqësonte ata, ju e la atyre si do të reagonin, a do të pendoheshin apo nuk do të pendoheshin. Ja si është historia. Me gjasa e dim përmend, hajde ta lexojmë bashkë vargu 12. Një njeri kishte 2 bij, mëjëriu i tha të atit, atë më jep pjesën e pasurisë që më takon, dhe ati u andau mes tyre pasurinë. Ishte momenti trish për babain, por e bëri, vargu 13. Mas pak ditësh biri me i rimblodhi çdo gjë. Shkoi në një vend të largët, atje e prishi gjithë pasurinë, duke bërë një jetë të shthurur. Vargjet 14-15. Hajde lexojmë bashkë. Por si shpenzoi të gjitha, në atë vend ra një zije e madhe e buke, dhe ai filloi të jetë në hall. Atë shkoi u ngjit pas një banorit të atij vendi, i cili e çoi në arat e tij që të ruaj derrat. Edhe në këtë moment Jezusi po e përshkallëzon për keq situatën. Sepse një hebre që të përfundoi duke ruajtur derrat, është situata ka shku keq fare. Më keq nuk bën, sepse është për hebrejt derri ishte kafsh e papastër, ishte turpërim për ta që të ruaje derrat. I bie që të mohosh kulturën nga vjen, çdo gjë. Edhe për ata kur e kanë dëgjuar historinë në këtë pikë, e di çfarë do kenë menu, për këtë s'ka falje. Kjo është i marum krejt. Nuk e llogarisim më këtë njeri. Ka rënë shumë poshtë, nuk ka shpresë,
Nuk ka mundësi për atë. Vargu 16, pra I dëshironte të mushte barku me lëndë që hanin derrat, por askush nuk e jepte. Vargu 17. I bukur vargu 17, këtu merr historia kthes. Atëherë erdhi në vete, I thirri mendjes, reflektoi, u pendua dhe tha, sa punëtorëve më ditës të atë tim u të prombuka, kurse unë po vdes nga uria. Edhe disa herë këtë bën Perëndia, përdor ato boshllëqet tona, përdor ato momentet kur hasim fundin që të vim në vete, që të reflektojmë. Se ndonjëherë kur s'kemi më asgjë, kuptojmë që ai që na duhet është Zoti. Nëse kemi Zotin na mjafton. Edhe ky ishte momenti I pendimit për këtë djalin. Edhe vargu 18-19 thotë kështu. Do të çohem, tha ai, do të shkoj tek atë im, tha, dhe do t'i them, atë më gatova kundër qiellit 1, para teje 2, nuk jam më ide të quhem yt bir. Trajtohem si një nga punëtorët e tu. Edhe ai donte të kthehej tek ati pse? Ju kujtua mirësia e atit. Ju kujtua sa I mirë ishte ati. Vargu 20, u çua pra, shkoi tek ati, por kur ishte ende larg, I ati e pa me dëmshuri, u lëshua me vrap, ra në qafën e tij dhe puthi. Kjo është shprehje dashurisë së atit. Kjo tregon gjërësisht bukur atë zemrën e Perëndisë për të humburin. Pavarësisht se në këtë kontekst ishte turp për një burr të moshuar të vrapote, imagjino ka ngrit atë fustanellën, se pallallonat se di çfarë shekulli janë shpik, në atë kohë ishte kështu me fustan, ka ngrit atë dhe mund të tallë komshit apo çfarë do nuk janë ndjente fare, sepse ajo që bëndodhte ishte shumë e madhe, ishte shumë e bukur. I ati aq shumë e deshi, sa që ishte gati të pagonte çfarë do lloçmimi, u shty përpara, me dëmshuri, po me dëmshuri aty është njëjti sinonim që shpesh është përkthyer në Bibël me dashuri. U shkoi shty nga dashuria drejt birit. Edhe shiko, vargu 21, biri tha, o atë më gatova kundër qiellit para teje dhe nuk jam më idej. Vargu 22, por I ati u tha shërbëtorëve, sillni këtu rrobë më të bukur visheni, vini jurnaz në gish, sandale në kamp. Vargu 23-24, nxirrni jashtë viçin e majmur dhe therrni, do bëjmë dasëm, do ham, do gëzojmë. Biri im kishte vdekur, u kthye në jetë, ai kishte humbur dhe u gjet përsëri. Dhe filluan të bënin një festë madhe. Me ato bokse të mëdhaja që vjen te lagja jote që martohet dikush të bën 3 ditë valle përpara, në mos si ajo apo më e zhurshme si ajo. Edhe një gjë që prap do them një gjë me fshatin, viçi I majmur. Shiko, viçi nuk majmet për I ditë. Ai ka qenë duke ushqy, duke kujdes për këtë viçin që kur kthehet birim t'jem gati. Edhe para 2 javësh kur e ndava këtë mesazh, ju fola për ato simbolet e rrobës, unazës, sandaleve, e rroba ishte si e mbulon të shkuarën, zhulin, edhe unaza ishte për treguar ti e biri I kësaj familje dhe ke autoritet. Edhe sandalet tregojnë lirinë që ka biri, sepse vetëm bijtë e shtëpisë vishin sandale, shërbëtorët rrinin zbathur, edhe çdo gjë ishte për treguar, ai është kthyer totalisht shtëpi, ai është totalisht I kësaj shtëpie, është biri I kësaj shtëpie, sigur të mos kishte ik asnjëherë. Edhe është, ja si vazhdon, sepse kemi edhe ideal tjetër. Sa djem kishin? Kishte 2 djem, njëri humbi, edhe u gjet, po I dyti I humbur ishte. Djali I madh ishte në Ara, vargu 25-26. Kur u kthye ju afrua afër shtëpisë, dëgjoi këngë, valle dhe thirrje një shërbëtor dhe e pyeti, "Ç'ishte gjithë kjo? Kush martohet lagje që s'di gjë unë?" Vargu 27, dhe ai tha, u kthye yt vëlla dhe yt atë, theri viçin e majmër, atë viçin që mante lidh atje dhe ushqente dhe kujdesej, atë që u shnosh u boj madh, atë theri, sepse u kthye djali shëndosh e mirë. Vargu 28, kur I gjoj këto, ai u zemërua dhe nuk deshi që të hynte. Atëherë ç'a ndodhi? I ati doli dhe u lut të hynte. Vargu 29, para I përgjigj djalit dhe tha, ja, u bën kaq vite që unë punoj për ty, edhe të shërbej, kur s'kam shkel asnjë nga urdhërimi. Më the shko të kjo Ara punove, shko, the bëj këtë, bër. Asnjëherë se kam kundërshtuar urdhërin tënd. Por megjithatë,
Kur s'më dhe një kec për të bërë një fest me miqtë e mi, vargu 30. Por kur u kthye ky harami, ky djali yt, që prishi pasurinë tënde me prostituta, ti there për të viçin e majmur. Vargjet 31-32. Atëherë e ati i tha, o bir i babës, ti je gjithmonë me mua, dhe çdo gjë që kam është jotja, por duhet, le të festojmë, le të gëzohemi, sepse ky vëllai yt kishe vdekur dhe u kthye në jetë, kishe humbur dhe u gjet përsëri. Shiko, djali i dytë është fetar pse? Ai mendon që e meriton. Ky është qëndrimi fetar. Kur ti mendon që e ke hak, e meriton. Ai ka bërë ca gjëra të mira, edhe by default pret ca gjëra të mira mbrapsh. Edhe kurse për këtë djalin, për djalin e madh, çdo gjë është matematik. Ti më jep mua, unë t'jap ty. Ti s'më jep mua, s'jap ty. Edhe kështu ishte matematik çdo gjë. Por kur erdhi ky djalë i vogël, si dilte më matematika. Pse po bën ti një gjë kaq madhe për këtë, kur ky s'ka dhënë asgjë ty, se nuk i dilte fare matematika. Edhe ai tha, ky djali yt ka bërë këtë. I ati si u përgjigj. Është vllai yt. Ai u drejtua, ky djali, ai tha, jo, s'është ky djali, është ky vllai. Është joni, është i kësaj shtëpie. Edhe ka raste që disa të krishterë bëhen fetar me kalimin e kohës. Jo ti, janë ca tjera atje më tanë. Ato, sepse harrojnë hirin e Perëndis. Edhe fillojnë ndërtojnë ide, Perëndia apo më bekon mua, sepse unë jam rob i mirë. Si mos më ndihmoj Zoti mua, jam si shpirt njeriu. Është natyrshëm që do më ndihmoj Zoti. Edhe shiko, është harrojnë hirin e Perëndis. E di kur është e rëndë, gjendja bëhet shumë e rëndë, nëse më ndihmon me këtë slajdin, është kur shikon hirin e Perëndis të dikush, edhe nuk gëzohesh. Do thotë që fetaria ka arrit majën, ka arrit kulmin. Edhe ai u kujdes, babai ati u kujdes për të dy bitë, sepse në një farë forme të dy kishin humbur. Dhe pse kisha mundësi ai ta bënte këtë gjë? Sepse ishte afër tyre. Kur pa birin e parë, birin e vogël, shkoi me vrap drejt tij. Kur pa birin e madh që nuk erdhi brenda, shkoi direkt tek ai. Ndryshimin e bën kush? Afërsia. Sa afër je atij personi. Si është ajo fjalia që kemi përsërit shumë herë sot? Kush është afër teje, por është larg Perëndis. A i gjete emrin e atij personi, kush është afër teje, por është larg Perëndis. Për ta theksuar ndikimin se sa ndikim ka të qenit afër, do bëjmë një lojë me ping-ponga. Kështu që un kam një task këtu, kush është i Zoti, për ta fut ping-pongën këtu ke ky tasi, nga aty ku je. Kështu që Daniel alçoj çik muzikë të bëhet kështu dramatike situata. Ti dori zul fix. Kështu që vetëm mos më gjuj mua. Ja, të ndihmoj çik pa bëj gati Dorit. Kështu që çohu në këmbë, ja ta vëmë kështu më mirë, se thom e ki bë me hile. Çohu në këmbë, kush është nën nga aty ku je, Elton, është larg aty ku je ti? Është mirë. Le çohemi këmbë, gjuhe topin, kush ja shënon asaj brenda. Jemi afërsisht, sa afër. Mirë, jo fort mirë, akoma jo fort mirë. Hop, deri tash vetëm Dori. Dori meriton kështu Red Bull, ç'a duhet. Edhe herë, ka ngel topa më. Kush ja shënon? Gjuj. A ka më? Nedi, onet me hile, ti 3 topa. Hop.
Okej. I fundi është Ernesti. Hajde Ernesto. Ua! Bravo Ernesto. Edhe pse doli jashtë ishte vetëm një. Kurse për mua është shive qik. A e ndalon muzikën? Faleminderit. Pse është kaq e thjesht për mua? Sepse jam afër. E njëjta gjë, është e njëjta gjë. Para ca vitesh, bëra një anketë. Niko, edhe herë Niko, afro pak më afër. Yes! Para ca vitesh, bëra një anketë, edhe pyeta 100 njerëz se si kishin dëgjuar lajmin e mirë. E di çfarë thanë? 90% prej tyre thanë, më ka treguar një shok, një shoqe. Kishte më pak se 10% që thanë, kisha një farë interesi, kisha një farë dëshire, lexova diçka në internet, pastaj gjeta një libër, pastaj gjeta këtë, shumë pak. Me fjalë që në 100 veta që jemi këtu, sa kanë hyrë brenda? 2%. Mund ndodh dikush ka uri, ka etje, gërmon internet, edhe shkruan, edhe pyet, edhe ndodh, edhe ka për të ndodh prapë se prapë. Por shumicën e rasteve, çfarë do të ndodh? Është për shkak se dikush ishte shumë afër, e dëgjoi lajmin e mirë. Edhe ky personi shumë afër, prandaj po të pyes, kush është afër teje? Por është larg Perëndis. Unë kam shkruajt Ariani. Ky është një shoku im, që po kalon një sfidë, edhe me cilën jemi lutur, e mendoj, ky person është afër meje, por akoma se ka njoh Perëndin. Edhe për mua, unë do lutem për këtë person. Kështu që, cilin emër ke shkruajt ti aty? E di si ta përmbledh pikën e tretë? Nëse Perëndia vrapon pas njërit që ka humbur, ato e të vrapoj edhe unë pas ti, pas saj. Prandaj nxitja e tretë do ishte e para, shkruaj emrin të ky kartoni, e dyta lutu, e treta ishte hidh një hap drejt tij, drejt saj. Fillo, kujtu si mund të interpretoj, fillo duke miqësuar me të, nëse nuk jeni ai shumë miq, ftoje për kafe, apo dërgoj një mesazh, apo nxitet vi me ty në kish të dielën tjetër, apo hani diçka bashk, apo shkoni kalçeto bashk, apo bëni hiking bashk, biking bashk, kështu, një gjë çadolle, një nga këto sportet. Por prandaj ngelemi tek pyetja, kush është afër teje, por është larg Perëndis? Edhe ky është mesazhi i parë i kësaj serie, sepse duam, kush e mamen atë moton që e filluam fillim. Po synojmë për 10 javë, çdo javë, çdo antar fton një. Jo 100, jo 1000, fton një. Sepse duam të jemi gati për çfarë? Për të shpjeguar, për të dhënë shpresën që është në ty, shpresën që është tek ne. Njerëzit janë të humbur pa Krishtin. Ai është rruga e vërteta dhe jeta veta e parë, numër 1. Nuk është një nga rrugët, është rruga. Pa Krishtin njerëzit janë të humbur. Ja ti kaloj dhe njerë 3 pikat e mesazhet, duhet sigurohem që kemi fillu këtë seri me të njëjtën mendje. E para cila ishte, nëse Perëndia kujdeset për një person të humbur, këtë do bëj dhe unë. Si do ta filloj, do shkruaj emrin e një personi që është afër meje, por është larg Perëndis, të ky kartoni, jo të ky, edhe ky tjetri. Të dy kartonat, edhe pastaj kur të vi pas meje, kur vi banda, do t'ju ftoj të gjithëve që ta leni një karton këtu që të duket emri. Tashti shkruaj vetëm emrin, jo detaje. Unë e shpjegoj që është Ariani, që është shoku im e kështu, po më thuaj Dori që punon filan vene, ka numrin e këmbës 44. pa shumë detaje. Kështu që do ju ftoj të gjithë pastaj që t'i lini kartonat këtu dhe të lutemi për ta,
Po ndërkohë edhe ti kur kalon lutur për emrat që të shef syri, në momentin që do kemi këngën tjetër pak më vonë. Edhe së dyti cila është, nëse Perëndia po e kërkon vazhdimisht humbrin, atë njërin, kështu do bëj edhe unë. Edhe nga do filloj, unë do filloj duke u lutë për këtë personin, çdo ditë. Zoti e do këtë njeri më shumë sa unë. Është krijesa jote. Unë e njoh, më ka kriju rrethanet e jetës si ta njoh të çunin, po ai e ka kriju vetë. Ai e do vetë, ai e do shumë se sa që dua unë. Edhe e treta, nëse Perëndia po vrapon pas njërit që ka humbur, a duhet vrapoj dhe unë, nga ta filloj, hidhnja, bëj diçka praktike. Pra, 3 gjëra ka mesazhi i parë. Shkruaj emrin, lutë për të, hidh një hap. Edhe si ta gjej këtë personin, kush e më atë pyetjen? Kush është afër meje? Por është larg Perëndis. Perëndia do shumë më shumë se sa duam ne, që ajo ta njohë Krishtin. Edhe kjo do të ndodhë nëpërmjet nesh. Shkrimi thot, ne jemi përfaqësues të tij. Ne jemi ambasadorët e tij, ne jemi drita, ne jemi kripa, ne jemi ato, ne jemi të krishterët. Çfarë thot të krishterët? Është emri që u përdor në Antioki për herë të parë, edhe ishte si nofk, to krishtat e vegjël. Ne jemi krishtat e vegjël. Ne jemi imazhi i tij, ne jemi goja e tij, mendja e tij, sytë e tij. Ne si shta vargu, ne që e morëm shpresën, le ta shpjegojmë tjerëve. Ne që e morëm hirin, dashurim pa kushte, le t'u japim të tjerëve. A dhe lutemi? A dhe lutemi bashkë, edhe mbaje këtë kartonin në dorë, edhe lutemi për personin që ti ke shkruajt emrin. Edhe pastaj do vi banda për të kënduar, edhe sille kartonin një mbaj me vete, edhe kemi bërë të vogël që mund ta fusish në xhep ose në portofol, edhe një lëre këtu. Ato fillojmë lutemi që tani. Ato fillojmë lutemi bashkë që tani. O atë të mirënjohës. Të mirënjohës për dashurinë tënde. Nuk e di si e ke gjetë mënyrën për t'ju afruar secilit prej nesh. Por faleminderit që gjetë mënyrën për të ardhur tek unë. Jam shumë mirënjohës. Që gjetë mënyrën, që gjetë persona, që lajmi i mirë të vinte tek unë. Thuaj atit në këto moment falenderoje, atë faleminderit, frymëshhet faleminderit, që gjetë një mënyrë që lajmi të vinte tek unë. Edhe për shkak se zgjodhëm, shkrimi thot, në bëm bitë e ti, bijat e ti, ne morëm një identitet të ri, u pastruam, morëm qëllim, morëm siguri, edhe shumë premtime të këtij identiteti të ri. Faleminderit atë. E ndërkohë që jetojmë jetën e përditshme, kemi praninë e frymës së Shejtë brenda nesh, kemi shkrimin që na udhëzon, kemi njëri tjetrin këtë komunitet. Edhe gëzojmë këtë gjëra që ti na ke dhënë. Na ndihmo atë në emrin e Jezus, që do jemi duke parë për te. Do jemi duke parë për te. Tek një person që është shumë afër nesh. Tek një person që e duam fort, që e çmojmë shumë, por që është larg Perëndis. Thuaj Perëndis me emër, o atë në emrin e Jezus, unë lutem. Thuaj emrin Perëndis. Frymë e Shejtë, bindja është puna jote. Pra ne kërkoj frymë e Shejtë, fillo të punosh te zemra e tij, zemra e saj. Të krijoj ti rrethana, ti do që ajo të njohë ty. Më manit o Zot se si do i krijosh rrethanat, e do duket qartë që dora jote ka qenë duke punuar te jeta e tij, te jeta e saj. Në emrin e Jezus Zot. Këtë që kemi, jemi mirënjohës. Na ndihmo që s'do e majmë për vete. Do e përcjellim. E ti do bësh to 10 javë. Si thot shkrimi, gjëra që
syri si ka parë, veshi si ka dëgjuar, në emrin e Jezus. Bëj diçka këto 10 javë, gjëra që si kemi pa akoma me sy, edhe si kemi dëgjuar akoma me vesh. Bëj mrekulli pas mrekullie, vepro të jetë dhe njerëzve. Kthej 10 e 100 njerëz ke vete jote. Sepse ne themi, Zot, ja ku jemi. Qa varet prej nesh, jemi gati ta bëjmë. Faleminderit Jezus. E dorëzojmë këtë gjë para te edhe e besojmë fort. Në emrin e Jezus lutemi. Amen.